Galeria e Arteve në Qendër Kulturore Vlorë është kthyer në të preferuarën e ardashësve vlonjat. Ermelinda Xhebro, kuratore e galerisë, thotë se Qendra Kulturore Vlorë ka mbyllur një tjetër muaj të suksesshëm, ku përgjatë qershorit ka pasur një sër aktivitetesh, të cilat janë organizuar aty. Xhebro thotë se kalendari i aktiviteteve përfshinte ekspozita, botime librash, koncerte festive në sheshet kryesore të qytetit, si dhe shfaqje të teatrit me kukulla. Pjesa e qershorit, si muaj i parë i verës, normalisht ka patur shumë aktivitete, të cilat ndryshe nga pjesa tjetër e vitit, shtrihen edhe më së shumti në sheshe. Aktivitetet kanë qenë të shumëllojshme, që nga një qershori për festën e fëmijëve, më pas shumë koncerte të tjera të cilat janë zhvilluar në sheshe. Për pjesën e ekspozitave, ne kemi zhvilluar disa ekspozita të ndryshme, që nga ekspozita e artistit nga Elbasani Sadi Kasa, i cili qëndroi në galerinë tonë për 15 ditë, pati një shikueshmëri shumë të lartë, njerëzit dhe ardashësit që e vizituan kelen mjaft impresionuar nga cilësia e veprave të tij. Gjithashtu kemi organizuar një ekspozitë në shesh, ku kanë marrë pjesë disa fëmijë të ndryshëm, nga ku janë ndarë edhe çmime. Është ekspozita e dy artistëve vlonjat, që është Kristaq Pavli dhe Fabian Muhameti. Të dy menduan të bashkëpunonin dhe të sillnin një ekspozitë ndryshe në qytetin tonë. Dhe gjithashtu gjatë qershorit kemi patur aktivitete me teatrin e kukullave, aktivitete shumë të larmishme që përfshin dhe promovime librash. Kemi patur 4 promovime librash, të cilat janë organizuar disa edhe në galeri. Gjithashtu për muajin qershor dhe gjithashtu muajin korrik do të kemi aktivitete të tjera, aktivitete në galeri, në kinema, në sheshe, dhe gjithashtu dhe në muajin gusht. Numri i vizitorëve të cilët i kanë parë nga afër këto evente, sipas kuratores së Galerisë së Arteve, ka qenë vërtet i lartë. Ajo thotë se nuk kanë munguar as turistët e huaj që kanë shfaqur interes. Ka qenë interes i lartë, pasi dhe ka patur kërkesa, po themi, edhe nga turistë të ndryshëm. Turistët vinë interesohen gjithmonë, ose edhe personat që janë të huaj dhe jetojnë në Vlorë janë çdo herë të interesuar për kalendarin e aktiviteteve. Të paktën për pjesën e ekspozitave që unë organizoj, i shikoj që janë shumë të interesuar. Xhebro pohon se edhe përgjatë korrikut dhe gushtit një shumëllojshmëri eventesh do të organizohen nga Qendra e Kulturës, ku priten që numri i pjesëmarrësve të jetë edhe më i lartë. Fjalën e saj e mbyll me një ftesë drejtuar publikut vlonjat dhe jo vetëm. Patjetër, kjo është pritshmëria jonë, shpresojmë realisht që të kemi më shumë shikues dhe njerëz që vlerësojnë artin dhe që kënaqen me artin. Patjetër, i ftojmë si gjithmonë të vinë, të shikojnë art, të kalojnë një orë ndryshe nga përditshmëria ose nga ajo që ofron qyteti, dhe ne kemi dyert hapur, mirë se të vinë të gjithë. Pjesa më e madhe e aktiviteteve që do të zhvillohen përgjatë korrikut dhe gushtit janë zhvendosur në sheshet kryesore të qytetit, aty ku do të kenë mundësi pushuesit dhe turistët për t'i ndjekur nga afër.